Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Arben Muja ka treguar se a ka pasur përplasje për kandidatuar në Faton Pecin, pasi që është diskutuar që të ketë një të tillë. Ai ka thënë se nuk ka dhe janë të pasakta. Muja ka theksuar se Faton Pecin e ka ndër miqt më të ngushtë dhe nuk kanë përplasje të tilla. Krejt këto të cilat të janë thënë janë të pasakta, pasi që nuk ka gjë të tillë. Nuk ka ndodhur, edhe unë dhe zoti Peci e kam një ndër miqt më të mirë, më të ngushtë dhe nuk kemi përplasje të tilla. Dhe jo se çfarë unë mund të them është se unë, kushdo që të jetë kandidat, do ta mbështes, është shprehur ndër të tjera Muja.